çfarë më mend nga familja, arzhonimi i familjes në jetën amerikane, si përparohi familja? Pasi do të thënë që ju sot jeni një nga familjet më të sistemora të Shqipërisë, juve, vëllezërit. Faleminderit për ato fjalë, po sa kur kena ardha kanë punë në restorante. Baba ka punuar në restorant. Edhe ka punuar për një malsor. Edhe ai malsori ka thonë ja ka thonë 2-3 fjalë, se më thonë që kursi ka harrua, edhe ka vepruar në ato fjalë. I ka thonë një gjë, çfarë do të bash, makinën duhet më mësua i ditë më parë. Se ka marrë koha që djali, reja, nipin, mesa, tjetër, jo se nuk duhet me çua kështu, po është vetë veni që s'ka me pas kohë dhe kemi meti burgosën me në. Edhe me ato fjalë se më thonë vrape ka vepruar dhe e ka mësu makinën. Kur e ka mësuaj makinën, atëri ka thonë edhe nanë zëtë me mësua. Po mi thonë nanë me mësua makinën në atë kohë disitë, si mi thonë me shku me javjën. Ashtu edhe nana e ka mësua 20 vjetë i ka gra makinës. Se atërë s'kena pas telefone GPS e këto, po i ka ditë rrugë për maja gishte. Të kisha, të vorët, të kjo, të tjetra, të gjitha i ka ditë, edhe 20 vjetë i ka gra. Edhe sot mund të migra sa për atë punë, po nuk ka nevojë. Po gjithmonë a kënë si larg pubs. Edhe në Shqipëni më duket a kënë e kam një mrapa, bela 88-89. A kënë aty të punua të shpia dhe ka nërë dhe njerëz prej fshatit, nuk e di, ka thonë punë e marë, që po bani, ka thonë, jam të godit rrugën me prunë makinën të shpia. Kjo kënë 88-89. Çfarë punë e bëdhe babaj në Shqipëri? Baba në Shqipëni është marrë me bakti, e kupton, po me bakti gati një formë tjetër, dimni të ullë të dimnota atje, verës atër delte në vërmosh. Po, me një ato bakti, se më thonë, e ka kriju trektin, e ka kriju tana që kena pas. Edhe para se jena nisë, në majtë vërmoshet e kena pas banjën e kena pas mrenë, lavatricën e kena pas mrenë, tajla kena pas mrena në shpi, edhe kur ka ik baba, kanë thonë, tash që ka ik gjesh frani, për na që ka lypim këto. E ka pas jashtëzakonisht. Vlau, se nga politika, nejse si ja kena atë kohë, po se më thonë nuk e kena pas drejten me shku në shkollë kështu, po tash me gjithse se kena pas drejten. Për qarë syve? Jena kënë prekun nga sistemi. Po. Dhe e ka gjithë mënyrën tjetër. Mënyra tjetër është mja zanadën. Zanada që ka rrëba qepsë. Edhe ka quen kursën Shkodër, më duket gati i vit ka nejë atë kursën Shkodër. Edhe kur ka dalë rrëba qepsë, që të gjithë ishin të punua, se më thonë, kusha ma mira, i që punën me lëpata me shatë. No, rrëba qepsë ka qenë privilegjuar. Absolutisht. Edhe punë e ti në atë koha, a kenë sigurisht ma prestigjioze se punë që kam unë sot këto. Absolutisht. Edhe e ka pas edhe makinin për rrëba qepsë Singer, më duket e ka pas, po në atë kohë më duket 45.000 lek, po gati si me kenë, nuk e di me pare sot, po 4.500, bela dhe ma shumë, e kupton? E ka pas, janë kenë, vetëm 2 orë janë kenë në tanë Shqipni, sahata kështu, e vllavi jam e ka pas njërën prej tyre. Sa për ata, gjyshja, ajo gjithmonë thote puna me shtira deri sa shkosh të pragu i derës. Se kur shkon të pragu i derës, puna ka kryer atër, e kam harua. Po, më qua prej koltukë, prej si dealer, me shku të pragu i derës, e kupta me vazhdu punën. Edhe baba ta e ka jashtëzakonisht, qas ka ban vakis, kurse kam një me thanë prej 10 minutë, a ma vonë, a nesër. Ato fjalë, s'ma marrë meja se e ka citë në herë prej gojës. Avokat nëna ju është me origjinë nga Hysajt? Po. Edhe ata prej Përmoshit Seljan. Po, prej Përmoshit, po. Ata janë shpi Flamurit, shpi Bajrak. Të në kodnat ata janë kënë prinsa të prinjë. Lucmak Gjeloshi me Degjelulin janë kënë krah për krah. Kur e ka qua ka 1919 që ka pa qua letër në i pasha sultani atje për shembull që mi dërzu armë,
edhe ata që i dorëzojnë janë të falën. Po, megjithatë, ata i vetmi njerë që nuk janë të falën janë Dëgjëluli, Frant Pali, Marash Pali edhe nërta Lucmar Gjeloshi. Ata gjithmonë janë kanë në front, erdhi komunizmi. Po në atë kohë, për shembull, kur ka ndodhur çka burrat kanë badalën në mal, thuaj, a kupton? Po tani në atë kohë kanë ndrojnë kufini. E Gusin na kena të dera. Tërsa me dalën mal, hajde të kalojmë në Gusin, 2-3 muaj sa të kalojnë kjo dhe kthena. Po tash ajo punë nuk ka ban 3-4 muaj, 5-6 muaj, pa ajo ka ban deri 90 nishin. Edhe aja kthye me marrë do shok aty edhe në atë kohë ato dy shtete kanë bashkëpunuar 100%. Edhe këti e kanë prit edhe e kanë pushkatua. Atër janë bërë skandalet më të mëdha që mundin me bërë me këtë punë. Për atë arsye jena kanë prekun, po me gjithë ata edhe më ndena për shembull kjo është opinioni jam, se nuk kam fakte ala, se na si shqiptar fatkeqësisht historinë nuk e dim. Nuk e dim. Edhe historia që jam mësuar për 50 vite, ajo histori edhe i kam emra të kun, po ajo histori anë nënshkrua prej 3 rëzve. Okay? Sot, Skënder Gjenushi është në krye shkencëve politik. Tash kush me hinë internet, po bi fjalla për përdori si shembull, është Frank Cali. Okay? Tash, si ka mundësi se gjithë kush e din propagandën e tina, po nuk i din të mirat e tina? Tash, kush ka dash me a kallëzua historinë e tina? Skënder Gjenushi. Skënder Gjenushi i thuaj aja është që i ka vra, pik. Edhe, tash e thëmë këtë punë për këtë arsye, se Dëgjëluli, Frank Cali, unë për vetën s'ma mërë meja se ka 2 figura shqiptare që nuk e kanë asnjë njollë në biografi tyne, zero. Asnjëri sa kanë Bajraktar, se Bajraktarët në fundit të mush me thonë, këtena kanë gati si punë ambasador, shaknena si ka mundësi që Bajraktari e ka shpinë, keq, e shtëpia tjetër është me kupton, me kasht, nejse. Po këta janë kanë 2 figura që e s'janë kanë Bajraktar, e s'kanë pas titull, e s'kanë pas zero. Po tash si ka mundësi që me hinë në internet, gjithçka për shembull, edhe këto që i përdorin ata kundra tina, këto ajo source pikërisht është prej Jugosllavë. Kupton? Tash me gjyshin tem, çka bani? Si e qunin gjyshin Curin i thon, po si e qunin? Pjetër Gjeka me Mark Pashkun, janë kënë shok. Këta tash kanë ik edhe tash e në atë kohë që kanë ik këta, një djallë që 13 vjeç, që banë? A kanë atje në malë të rujt baktit, edhe ka rëshit, edhe ka dek, fatkesisht. Tash, po kjo në propaganda. Qa ka ndollë? Partia e ka këshyrë këtë tragedi që i ka ndollë, qa munda me ba me ta? A munda me i përdorë të si? Absolutisht munda me i përdorë. Si? E mborën këtë tragedi edhe këtë djallër që e banën hero, me hymë për 50 vjetë, hero i popullit. Sepse e thanë se, kur ka një këta, a i djali ju ka dalë për para, mi nalë këta të ik, edhe këta me thike e kanë preje bom kënena e kanë citë nduj. Tash, i gjanë di për shembull, se shqiptari në zemër është humanitar. Nuk jena katila sa për ata. I kena pas në verin ata, po në përgjithësi, jo, shqiptari është humanitar. Tash, në luft me turke, me shkja kënena, kur e kanë kap njërin në rëbë, e kanë qamër matos, ja kanë hjek burnin, po jetën kur që ja kanë marrë. Pik. E jo me vra ideal 13 vjeç. Mark Pashku me familjen e Pjetër Neksa në Trebrens. Tash për 50 vjetë e kanë përdorë këtë. Për çdo vit për shembull kur vinte ajo kanë bërë filma, është filma shqip, këngë, në Tiranë, teatr, nuk ka pas njëre në atë Brens, në Shqipëni që se ka di kush a Pjetër Neka. 50 vjetë e kanë bërë himn. Tash, e vërteta është të skalitur në ngurë, po edhe ata në atë kohë se investigu e kanë kështu, po nuk e kanë çpall,
Po janë dokumentet për shembull që kanë dalë aty, jo duket se ka rshit fëmia vet. Po tash 50 vite i kanë përdor ata. Këtë familje e kanë jo shtyp, po shtypën në formë për shembull shnjërzore, krejt. Kjo është tanë i kanë burgos, nenët, tash nuk e di historinë e secilit, po pak familje që janë më të përzekutuar se kjo familje. Ka qenë mamaja juaj në kamët e përqendrimit? Tezja kanë. Nana kanë tepër e vogël. Kur janë kanë tu ul, kol marçi se më thonë gati ka shtua këta, po tezja kanë. Tezja kanë atje nuk e di sa vjet. Edhe kur ka dal 11 vjeç. Kur ka dal 11 vjeç i burrë aty në shtëpi nuk ka kanë. Edhe shtëpinë ja ka marr sistemi, krejt. Kjo ka fjet në sallë baktish, ku edhe këto tratë, si më thonë, nuk ishin kështu pucatona, po ishin tapëna, për çdo natë bela njëshin me 4 gisht, borë, mito. 11 vjeç. E mban mend gjyshin? Jo, nuk i maj mend asnjëherë. No. 11 vjeç a kanë edhe thotë se bela shkoshin, nuk e di, me marr ujat e çka, po aq bori ite, që vanoshin bela 3 sahat. Se bora dhe këto 11 vjeç, sa borë mundesh me qa. Atena vjeshërsi, mas vjeshërsiet, automatikisht, po, me gjitha ato vjeshërsia, kjo ka ana psikologjike është me damshme që mundet me kenë. Që edhe sot, kur hinë YouTube e kështu, merë me men, knohet kanga e Nick Peter Nix. Që s'ka bëma ki. Po, tash, kjo është fatkesia me madhe që kena na si kom. Këtë historinë, nuk po thom me dalë për çdo nato me flamur shqiptar, Historia mirë e keq s'ka rëndësi. Po jena ko me kena historinë. E ndaç i ko me çkatrua pikrisht, banat ko me mohua historinë e tyne edhe ka kry puna.